faleminderit që jeni me ne në këtë bisedë edhe që gjetët kohë nga koha juaj që kam përshtypjen që është e zënë me fjata të bukura, me marrëdhënien me klientët, me pikturë. Ju më ai që menaxhon kohën e vet. Është kënaqësi për mua që të bisedoj këtu me ju. Se si do që të jetë, komunikimi është gjë e mirë. Aq më tepër që gastronomia nuk është vetëm gastronomia, është multidisiplinore. Si do që ta trajtosh lidhet me disiplina të tjera. Dhe të jep një lloj ndjeshmërish e tillë. Nëse shkon që të japësh ceremonial ushqimi mirë o ta rregullon ditën, o ta shkatron. Kam përshtypjen që ne ju shkatruam në thonjza pak atë qetësinë që ju keni në periferi aty në restorantin tuaj, në zonën e Petrelës apo jo, në zonën e Luginës së Erzenit. Lugina e Erzenit, komuna Petrel, fshati Mullet. Në restoranti Markezi Gourmet Restaurant. Si vendodhje e kam dashur gjithmonë atë zonë, nuk kam lidhje fare me atë. Thjesht shkoja si gjithë njerëzit e frekuentoj, por unë kam frekuentuar që i vogël. Se në kursin e edukimit që kishim ne, dilnim në shkollën fillore dhe 8 vjeçare, dilnim dhe bënim kështu puna nëpër këto periferit, nëpër këto organizimet agrokulturore që kishte atëherë, që ishin të organizuar kështu, dhe që fëmijët dilnin. Kemi dalë në zonën e Prezës, dhe në zonën e Laknas, dhe në gjitha periferitë e tjera. Unë kam qenë këtë ajo shkolla të veçare, ditë korriku, mazërit popullit, dhe na merrnin autobusën na sillnin këtej. Kur shkova në Petrel, na nxorën mbi kalan e Petrelës dhe bëm bjelje ullinsh. Dhe shikoja sipër atë zonë që dominonte në lartësi, dhe thosha që kjo nuk ka mundësi që të jetë kaq e pa banuar dhe kështu. Kjo ka qenë e banuar që në lartësi. Dhe shumë figuron. Ne ishim tamam zonë e Prisqopit. Ishim nga mbrapa Petrel, unë gjithën Petrel dhe pastaj morëm pjesë mbrapa Prisqopit. Ato gurët që mbajnë vetin qytetërim të vjetër, të them sikur ti rindërtojnë ato maketet në formë maketesh, ose sikur ti rindërtojnë ato gurë të shpërndar, jo vetëm aty. Por në gjithë topikat do të krijojmë një ide për qytetërimin tonë, i cili në kohën e vet në antikitet ka qenë bashkëkohës me grekët dhe Ila-romakët janë më të vonë, ilirët janë një lloj me grekët. Dhe në kulturën që kanë transmetuar, normal që një pjesë e identitetit kulturor është janë enët e shërbimit, të transportit, të ruajtjes, sepse çdo event përfundonte me banket, ka qenë pjesë e pashmangshme, është pjesë e pashmangshme dhe do të jetë pjesë shumë domethënë gjithë apogeu i një eventi serviret në banket. Tavolina është një skenë. Ku secili ka pozicionin në vetë, domethënë përfaqëson. Edhe këtu ku jemi ulur, pavarësisht se nuk kemi ushqime me thënë drejtën, po kemi kafen, kemi ujin, kemi një pozicion të caktuar. Jo vetëm ushqime, se fillojnë me kështu, fillojnë me gjëra të lehta, me pije të veçanta, me koktejl, si tash shampanja. Domethënë fillojnë me aperitiv dhe përfundojnë me digestiv. Dhe pastaj kanë korës caktuara, por ndërkaq nuk është vetëm pjesa gastronomike, cila ka kurbën e vet. Është pjesa e komunikimit. Në qoftë se pjata që të vjen dhe të ngjall shije, të ngjall memoria aq më tepër, të kalon në një situatë të lidhur me personazhe, me kohra, me ambiente të caktuara, me situata të caktuara, ka një ndikim logjik. Kjo është një anë. Ana tjetër është kur përballesh me shije të reja. Fillon dhe kupton sepse akti i ushqimit është si akti erotik, është aktivizon në gjitha sensat. Atëherë njeriu kupton që diçka pa zakon po ndodh. Kjo gjë e bën që ushqimi të diktoj temën e bisedës. Dalësh nga i vulgariteti, nga ajo që e prish banketin. Dhe të fokusohesh ke disa momente të personit që ke përballë, personave të tjerë, udhëtimeve, gjërave të jashtëzakonshme, gjërave të rralla, gjëra të bukura. Të bësh krahasime,
sepse krahasimet janë ato kurreshtja, krahasimi, këto janë gjëra që e bën njeriu të flasë, e bën njeriu që të kërkoj në memorien e vet, por edhe të përcaktoj piketa për të ardhmen, të bëj udhëtime gjëra. E ditë që ka njerëz që udhtojnë vetëm për ushqim, të shkuar në një lokal caktuar, të një shefi caktuar. Njeriu duhet ta di kush e që gatuar. Nuk mund të rish si bujë. Efekti që bëri Masterchefin para 10 vjetësh, para 11 vjetësh, ishte që evidentoi figurën e shefit dhe ti interesohesh se kush është personi që gatuan për ty. Çfarë ka menduar ai për ty? Ai që ta servir atë ka provuar në veten e vet, ka provuar në një grup njerëzish dhe di efektin do t'i japi. Po flasim për gjërat e mira, tash të ka dhe diskordanca, ka dhe gjëra. Do flasim edhe për ato që nuk funksionojnë. Që nuk funksionojnë. Megjithatë, ne shquhemi në pjesën e gadishullit ilirik, që jemi mirë me gastronomi për sa i përket kontaktin me të huajt. Çfarë do të thotë kjo? Do të thënë tim t'i presim, kemi pasuri në pikpamje të kushinës që presim mirë se të tjerët janë shumë ta krahasosh me Greqinë është tjetër gjë, se ka vite. Edhe Malezi ka vite, po ka ndodhur të kohët e fundit nga dyndja e madhe problem ta menaxhoj. Kroacia ka një element shumë të veçantë. Kroacia para 20 vjet dhe pati këtë bumin tonë. Ka struktura shumë të mira, ka komodime punë publike shumë të mira, brenda restoranteve unë kam qenë familjarisht dhe di, domethënë se çfarë afrojnë. Në kulinari nuk afrojnë dot sa ne. Se kanë regjistrin shqisor të tillë. Afrojnë dot sa ne. Por ato kanë një disiplinë gjermanike e çuditshme. Shofësh në një pjesë të plazhit publik ku mbasi çohen, mbasi ngrihen, nuk ke një kartopecet hedhur. Ka një rregull të jashtëzakonshëm. Një funksionin gjitha gjërat e tjera, shko të marrësh një spaghetti, një pasta me çfarë do se e kanë menun kështu, e kanë universale, e kanë ndërkombëtare, internacionale. Nuk i fut. Se nuk e bëjnë dot, kanë përshtypjen që në mënyra se po futem tek ndaj tash e mbzjen pastën dhe pastaj edhe salsën aty. Nuk e kalojnë dot në tigan që të aromatizojnë, që të bëjnë ato etere fluturuese. Pra ne kemi përvetësuar më mirë këto elementet e kuzhinës italiane, po franceze të themi? Patjetër. Pse? Jemi më të aftë? Jemi më të aftë, jemi më individualist. Po të shikosh personat që dalin në perëndim ose kudo qoftë, janë individualistë, ecin përpara, Fëmijët e tyre akoma më mirë. Nuk bëhet fjalë, domethënë, se përfshihen. Me që më thatë pak para bisedës për djalin tuaj që ka trashëguar, është shumë fantastike në fakt, sepse trashëgohet pasioni, trashëgohet, por nga ana tjetër dhe eksperienca juaj e gjatë, që besoja keni transmetuar. Ku studion tani? Çfarë, sa e vështirë ka qenë të mësoni fëmijën tuaj, apo ti transmetoni atë përvojë të krijuar ndër vite? Shme le të punosh me fëmijën tënde, apo me një talent tjetër që nuk ke këtë lidhje gjaku? Po të kishe punu me mua, i s'do bëj kur kështu si është tani. Se nuk jepet gjithë shtëpiat e mëdha, fëmijët e vet, shtëpiat e mëdha të gastronomisë. Në Francë, në Itali, në Spanjë, nuk i edukojnë vet. I çojnë në institucione kulinare. Ai pati fat që shkoi, zgjodhi vet atë. Shkoi në Instituti Kulinar Politës, që është më të mirë në botë, është dhe manual edhe është i akredituar si bachelor, ndërkohë që mund të bëjë çdo lloj kualifikimi tjetër pas universitar. Por me sa shoh është i fokusu ka pas një eksperiencë nga pjesa e praktikës shkollës, stazhi, vetëm restorante me 3 yje. Ka qenë ke Flacon de Sel, në Sas, pastaj shkoj një vit në Amerikë, ke Alinea, në Chicago, ke Grand Academy, që është nga lokal më të mirë në Amerikë. Pastaj ka 2 vjet tash që është ke Red Duck, Heston Blumenthal. Kam përshtypjen që mbaroj edhe këtë kontratë, do të shikojmë se ku do të vazhdoj karrierë. Po ka një nivel, flasim për realitetet ndryshme tash, por me që hapi këto temë, jam detyruar që do të përgjigjem se nuk ka lidhje me realitetin tonë fare, as me Ballkanit dhe as me pjesën më të madhe të shërbimeve që ndodhin. Kjo pjesa e Michelinit, sidomos to me 3 yje Michelin, ka një kuzhinë përgjithsisht eksperimentale, fusin recetat e tyre personalizuara,
kanë shumë efekte me ambientin, sonare, çdo gjë është në fokus e tavolinës. Unë bëj ç'është e mundur që kur shkoj atje të paktën shkoj me 1 yll, me 2 dhe me 3 hyje kur udhtoj vetë. Është një eksperiment, një eksperiencë që njeriu do ta ketë paktën një herë në jetë. Edhe këto ekranizimet e fundit e shikon që 10 gjëra që do të bësh para se të ikësh nga kjo botë. Nga ikësh nga kjo botë, duhet të ikësh me parashut, do të bësh kështu dhe shkosh te një nga këto lokale. Tani, që shkosh në këto lokale duhet të jesh i përgatitur. Duhet të jesh përgatitur, duhet të jesh i relaksuar, duhet të jesh i qetë, duhet ta lësh veten në dorën e atyre njerëzve që kanë marrë përsipër do të bukurojnë 3-4 orë se është procesion, kjo nuk zgjat pak 3-4 orë po një herë. Kja binimi me verat ndoshta mund të bësh edhe ti, nëse ke eksperiencë mund të ndërhysh me një verë. Ne zakonisht për pim një verë nuk i ndrojmë verat me pjatat. Por kjo varet është kështu personale. Në fund fare ti figuron që je i ngopur, je i kënaqur, je i lumturuar, do të shotisësh pak sepse nuk mund të je në ekstaz me pak fjalë. Jenë në nivel shumë. Edhe kjo pastaj ka dhe një gjë, se ka dhe një lloj kontrolli kjo. Kjo është një gjë që nuk mund ta teprosh. Kjo është një gjë shumë e çuditshme. Domethënë hym ke masa, hym ke gjëra që bëjnë me masë. Nuk mund të shkosh çdo natë në një lokal të tillë. Nuk mund të shkosh, duhet të shkosh pastaj në një thjesht, dhe kjo tregon pastaj edhe ke tregu që ke ne, se po ta shikosh me kujdes. Ke ne për shembull kanë copy paste janë për këto lokalet e fundit, tash këto agroturizmi janë për copy paste. Po kjo është gjë që rregullon tregu këto. Ndërkohë tregu ka të gjitha llojet e shërbimeve. Ka këto snacket, ka këto gjithëtorët më të shu, ka një nivel mensash që themi ne, ka dhe nivel restoranti, ka dhe fine dining. Dining është niveli më i lartë sepse shkalla e përpunimit është shumë e madhe. Shkalla e përpunimit në agroturizëm është e zgara, vendos aty në mes edhe rregullohet. Vetëm fakti që ai shef ashtu, do të po mirë ai shefi çfarë bëri? Bëri një gjë, bëri një salca, bëri një krem, bëri një kombinim, bëri një gjë. Ai të vë përpara dhe ti mund të marrësh këtë duash nga ato. Në fine dining ato rregullat kanë rregullën e vet. Çdo portat, çdo pjatë ka një efekt në organizëm. Dhe që ta kuptosh këtë, unë studentave i them që është unë është programi i tillë mësimor. Ju jepni mësim, shef? Unë jap tek bioteknologjia të Instituti Bujqësor në Tiranë, ke dega të ushqimit. Kam 6 vjet që jap atje që kur është krijuar kjo ushqim. Domethënë brezi këtyre që ka dalë, janë gjithë gastronominë e përgjithshme kam dhënë unë. Kam bërë dhe tekstin, kam bërë dhe normal që më kanë dhënë dhe shumë referenca të madhe dhe kam referenca akademike për sa i përket pjesës fiziologjike, mikrobiologjike, pjesë akademike në përgjithësi, duke filluar që nga studimi i traktit të tretës, sepse studimi i traktit të tretës e bëjnë funksion përcaktimit menus dhe të elementeve që për shembull ka shumë pyetje që thonë kur hajnë frutat, kur është pjesa acide, kur pihet uji. Kjo është, po ta shikosh me kujdes, që nga pjesa e përtypjes për njeriu që fillon tretja normalisht, sepse gjendja e përshtypjes kanë efekt ezofagu që ka ato 7 stresat e forta dhe ka të peristatikun, që në kohë poshtë rishti prap në stomak do shkojë ushqimi, nuk del jashtë. Është një ndërtim i magjishëm, është një magji e madhe organizmi njeriu, që ta kuptosh në përgjithësi. Po ne studiojmë traktin, po të gjitha sistemet e njeriut janë të lidhura, ka dhe një lidhje dhe si them energjetike, një biorryma që i mban organizmin të tillë. Dhe sa më i rritjet organizmi, sa më i rritjet personi, acidi klorhidrik që del në paretet e stomakut, është i fortë, i cili bashkohet pastaj me pepsogenin dhe pepsinën. Që në 2/3 e veta është tretës i proteinë. Proteina është substancë komplekse. Karbohidratet, yndyrrat dhe proteinë. Karbohidratet fillojnë që në gojë, pastaj në stomak kemi vazhdojnë yndyrnat, tretën, e pepsina që ka efektin më të madh tek proteinat, vazhdon zbërthimin edhe në duoden. Domethënë ke sfikteri sekondar i stomakut, i cili çdo 20 sekonda ka një lloj forcimi që nxjerr ushqimin në zonën e hollë. Atje ku fillon pastaj përthithja, që merr gjaku dhe qarkullon. Momentin që ne e studiojmë, sepse vetëm 1/5 e pjesës stomakut është ajo që krijon fryrën që është elastike, që mund të fryjë stomaku. Stomaku ka nevojë për abondancë, por nuk ka nevojë për shumë, prandaj është niveli i masës. Ja, thu fryva, po si u fryve.
Po. Fryrja e stomakut është tjetër dhe fryrja e zorës së dhe zorës tasë ka lidhje me mikrobiomën, e cila është një element që është zbuluar para 100 vjetëve. Dhe tani këto 10 vjet e fundit është bërë një mënyrë e re e trajtimit si një organ i veçantë. Mikrobioma është sia e baktereve të mira, kërpullave, parazitëve, viruseve, ka organizmin përmbajtjes mos fokusuar tek zora e trashë. Çfarë bëjnë këto? Këto nga që jetojnë vetë fiziologjikisht kanë një proces që ushqen me fibrat, me gjethet. Prandaj gjethet janë pjesë e fibrat, to është ajo. Nuk kanë shumë proteina, nuk i kanë të mjaftueshme. I referojmë profesor Longos edhe këtu, profesor Universitetit të Romës, Poliklinikës që bëjnë të Romës, që bëjnë transplantet e mikrobiomës. Është parë që nga antikiteti që njerëzit kur shkojnë për vende ndryshme reagojnë ndryshe. Pra mjafton të lëvizësh 4 ditë diku jashtë Shqipërisë dhe ti e vëre menjëherë që ka diçka në organizmin tënd. Diçka nuk shkon, po. Për shembull, ka ndodhur në Holland ka pasur shumë vështirësi të ha diçka që të më pëlqente. Thuaj se kam ndonjëherë gati 2 ditë pa ushqim, se nuk kishte në shijet e mia i kombinimi i të ëmblës me të kripurën, ndoshta s'isha dhe në vendet e dura për ta përzgjedhur ushqimin, por e ndjeva këtë diferencën. Ndihet ajo gjithmonë, po shikosh grupet për shembull kur lëvizin sportistët me vetë ose grupet VIP, marrin kuzhinierët e vetë. Po shkojnë në një vend tjetër, po të ushqejnë kështu i ka. Po. E kryesisht tretja. Tretja sa e shlimit kalorive nuk arrin dot që të zbrazin këtë problem. Po thosha që mikrobiomi që është fokusuar ke zora trashë, shiron dhe neurotransmetitorët si serotonina, vitamina C, luan rol ke imunitetit, shumë komplekse. Bile ka masë dhe ka masë trupore, është 1 kilogram, 1,1 kg tek individ caktuar. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme, kështu që kjo duhet ushqyer. Që ti jesh në gjendje, duhet ti marrësh ato gjethet dhe ato fibrat. Ato kalojnë tranzit në organizëm dhe ty shkojnë te zora trashë dhe aty bëhet. Përgjithësi, përthithja edhe zora të pilaj, në ato gishtës të vogla 1 mm që bëjnë përthithje kapilarëve. Ushqimet, ato kanë një pjesë me baktere, kanë bios, jetike. Antibios është antibiotik, biojeta dhe probios janë këto probiotik. Projetës. Profesor Gasparini thot, food plus mikrobioma baras energy. Food baras me 0. Ushqimi është 0 nëse nuk ka mikrobioma që ta shpërbëj, që ta bëj atë të transportueshme nga gjaku, dhe ta çojnë qelizë. Mikrobioma në vetë është death, sepse kur njeriu pushon funksionuar i organizmi, mikrobioma krijon ato mikroorganizmat që si më ndodhen vetë. Kjo është mrekullia që ka bërë krijuesi dhe jashtëzakon. Ne na duhet vetëm ta njohim organizmin tonë. Ta njohim organizmin tonë me qëllim që të bëjmë që ta jetojmë jetën me cilësi, duhet ta njohësh organizmin, që të dish me çfarë ushqesh dhe çfarë stili jetesësh, jetë duhet ndjekësh. Në përgjithësi ky stili i fundit i profesor Walter Longit që mund ta ndiqni është shumë i bukur se thotë mini digiuno, domethënë mund të hash më mirë thotë çdo 12 orë. Dhe po ta shikosh me kujdes, është domethënë stomaku do të jetë i bosh kur ti të marrësh ushqimin. Kështu, domethënë kjo që quhet fasting tani, është e mirë? Kjo është fasting, po. Kjo është që nga kulturat e vjetra. Ashtu? Që nga kulturat e vjetra kjo, që do ta kesh stomakun bosh dhe një pjesë mirë të traktit, kur të marrësh vaktin e ri. Dhe tani, përveç kësaj që kjo është shumë e rëndësishme, do të kesh edhe radhën e pjatave dhe të produkteve që do të marrësh. Nga ta nisim, se për shumë ka disa teori që qarkullojnë, disa udhëzime, dikush thotë vëre pyrunin tek proteina një herë, dikush tek sallata që të ngopet stomaku, mos kërkuar, cila është?
Çfarë duhet bëjmë? Ka shumë studime dhe këto studimet që botohen ke këto gazetat medika ose këto gazetat shkencore, themi akademike, janë shumë të qarta sepse ka një logjik aty brenda. Ndërkohë ka dhe disa institucione tjera që bëjnë ca studime, i mbështet për shumë Coca-Cola dhe thotë, nuk kanë se çfarë hall, thotë, u mjafton të bësh ushtri fizike. Pra futi fast food ti? Është çuditshme kjo. Shkon palestër? Po ka njerëz që i funksionon kjo. Ato unë hash çdo gjë, thotë i djeg atje. Ti këtë procesin e djegjes nuk mund ta kesh gjithë periudhën. Ndonëse me rritjen patjetër. Pas të 40-tave ndryshon gjërat. Ndryshon situata. Ndryshon situata dhe duhet përshtatesh me atë. Duhet të shohësh aftësitë e organizmit tënd dhe të përshtatesh. Një nga përshtatjet është ushqimi. Cila është radha këtu, domethënë? Zakonisht fillohet me pjesët jeshile, klorofila. Sepse ka rrugën më të gjatë dhe të shkoj të zbërthehet tek zora e trash, që tham atë. Është kjo fibra, themi. Domethënë çka kanë pjesë me fibra do në fillim të ushqimit. Pastaj proteinat fillojnë më mirë, proteinat e mishit bardh, janë të detit edhe shpendët, dhe pastaj proteina e mishit kuq. Asnjëherë nuk shohet proteina. Çdo dietë që thotë largojmë yndyrnat, largojmë proteinat, largojmë karbohidratet, tash no carbs, nuk ka mundësi, karbohidratet janë pa evitueshëm. Si të them, patate që ka 3 lloj sheqerna, që është karbohidrati më i pastër, më i fuqishëm, është pjesa kryesore e kontornave të çdo pjatë. Ka qenë që kur ka ardhur para 500 vjetësh nga Amerika, që kur është bërë e njohur, që kur është futur në menu, i le fillimisht kur erdhi, donin që të bënin bukë me këtë, sepse Europa në shekullin 12-13 kaloi epidemi dhe të madhe dhe gjysmë e popullsisë si themi. Se kaloi në sëmundje ose kaloi në skamje të ushqimit. Kur je pa ngrënë, është vetveti u bie mbrojtja e organizmit. Je më ekspozuar me sëmundjen. Edhe kështu që kur ndodhi ai që themi ne këmbimi ndërkontinental ose Kolombit, Christopher Kolombit në Amerikën, erdhën shumë produkte. Këto kur futën në menun evropiane, postuan dikë, për shembull. Erdhi gjeli detit, spostoi pallojin. Patati me këto donin zëvendësonin bukën, po buka nuk zëvendësoi. Është. Thotë ishin këta luftëtarët, ishin bukë ngrënës. Buka me majan e vet. Buka me maja të ardhur. Nëse ti e bën bukën me majan maqedonse, gjitha bukët kanë ndryshim të vogël. Një fshat që bën bukën me majan e vet, ka shijen e vet. Një bukë që bëhet me qiqra, nëse ju mund ta mbani mend, ka qenë casimite të vogla që bëheshin me qiqra vite përpara. Vitesh. Dhe ato e linin gjithë natën që të fermentohej dhe fermentohej qiqra. Tash kur na bëj qiqrën të fermentohet, nuk fermentohet, është e tharë kur futën në treg. Bëhen disa manovra për të arritur procesin e si themi. Sasisë së saj, e zmadhimit ka të bëjë me konservimin që të rrojë sa më gjatë. Që të rrojë sa më gjatë. Kjo rrojtja sa më gjatë është në thelb. Ky lloj konservanti vret bakteret. Ti duke vrarë bakteret ke kjo gota që pi unë, më vret dhe bakteret e mia. Më vret të bakteret e mia, probiotikët e mi. Mi vret dhe krijohet një disbiozë. Kjo disbioza është një çrregullim i organizmit, e cila jep që nga gjendja psikologjike, sepse janë neurotransmetorë që preken të parat, e vitaminat C, dhe ke shumë produkte tjera, sepse këtu krijohet dhe një lëndë për mbajtjen e genomës, të geneve tonë. Edhe genet tonë janë nga genet të shkura, ka dhe gene që lëvizën dhe që mbajnë strukturën tonë. Prandaj, në asnjë rast nuk shmangim dot proteinat janë të peshkut, shpendës, pse? Sepse këto në strukturën e vet unitare kanë aminoacidet, dhe këto kanë aminoacide esenciale. Aminoacidet esenciale janë ato aminoacide që nuk i prodhon. I ka vetëm ajo. Tani ti shmang, sidomos rinia, shmang këtë pjesën e mishit, kalojnë probleme shumë të rënda shëndetësore. Pastaj fillojnë vinë aty, do ha mërçi, do ha kështu, kalojnë në ekstremin tjetër, pastaj sepse duan plotësojnë mungesën fizike, në një problem kështu, ndoshta duan që të ruajnë formën. Por forma ruhet me një ushqim me masë të kontrolluar, të larmishëm, shumë llojshëm, mundësisht rajonal, sezonal, kjo është mrekullia e botës,
Megjithatë jemi qytetarë të botës, jemi tregu merr nga gjithë bota, kjo është normale. Teknikat konsistojnë atë që gatuhen, ruajnë vlerat, por çfarë japin? Çfarë është gastronomia? Arti i gatimit. Por çfarë efekti ka? Bëhet të lumtur. Çfarë efekt? Nga vjen kjo? Nga shi. Nëse ti nuk e shijon një gjë, e refuzon atë. Ka shumë kjo, ka gjëra të mira, por nuk e dua, sepse gjithmonë ka qenë e lidhur që ajo që të bën, ajo që është e shijshme të bën mirë. Kur u prish kjo? Kështu kanë qenë trajtuar përpara. Trajtoheshin nëpërmjet ushqimit, nëpërmjet erzave, nëpërmjet bimëve, nëpërmjet rrënjve. Kur u futi industria e rëndë në thonjza. U futi industria e rëndë të mërshme. E fast foodeve. Jo, është ka bëjë me familjet amerikane, me këta që më herët ka një lloj ndikimi të madh sot, që krijuan këto farmat, që krijuan sistemin e edukimit, këto hoqën, krijuan farmacit, krijuan këto efekte të menjëhershme në organizëm. Që ti të marrësh një gjë, dëm koka për merr atë. Ndërkohë që ti duhet ta dish nga të vjen, kryesisht nga trakti. Sepse ka një lloj aty kur del në sfinkterin sekondar, i cili ndikon te pirjen e ujit, stomakut, ai çdo 20 sekonda hapet. Dhe kanë çik problem, ka njerëz që kanë problem, ka njerëz që e bëjnë operacion këtë, e presin këtë, me qëllim që jetë më i hapur që ushqimi mos të rri për një kohë të gjatë stomak. Ka një kohë caktuar ushqimi stomak. Nuk mund të rri ashtu, sepse ndikimi i acidit kloridrik dhe i pepsinës të rast ose lëngjeve të stomakut në përgjithësi ka një efekt caktuar, duhet ta shpërbëjë organizmi, shpërbërja vazhdon prapë kur del në zonën e hollë, sepse aty është lëngu i tëmbësit, është lëngu pankreasit. Aty ekuilibrin e ruan shpretëka, se ruan gjithë sistemin e rinovimit të fizave të gjakut, rruzave të gjakut. Dhe këtu jemi prapë në vazhdimin e shpërbërjes. Sa del kjo substancë me një super aciditet, sa del në zonën e hollë, pankreasi e neutralizon. Sepse nëse gjaku do të merrte të paktën shumë të pH, gjaku njeriu bën koma. Pankreasi është një rregullator jashtëzakonshëm. Aty nuk ka asgjë që të jetë jashtëzakonshëm. Çdo gjë është jashtëzakonshme. Edhe tëmbë, që ka ndap. Nga zora e hollë, pastaj mos ta lejoj këtë mikrobiomën kaq intensive që ka zora. Mos ta lejoj që të ngjitet me zonën e hollë, është apendiksi, i themi ne, një zorë qore. Apendiciti, i themi, që operohesh nga apendiciti, që ta heqin, që ta bëjnë. Infektohet ai, sepse ndrohet aty për qëndrimi i mikrobiomit. Prishet, ka një disbiozë aty. Kështu që po ta shikosh këtë, aq më mirë je i prirur marrësh produkte organike që njeh organizmi. Sa më gjatë procesuara, aq më problem është se nuk i njeh organizmi dhe kush është kryesori? Acidi yndëror trans që del nga vaji, i cili vazhdimisht skuq. Ti e merr me atë patatën e skuqe, ke marrë dhe masën e vajit që ajo e vetvete, sepse ato që e bëjnë gjithmonë edhe në vaj. Nuk ka vaj që të merret dhe të nxirret nga përdorimi. Ai duron 2 herë nga 20 minuta, pastaj kthehet në acidin yndëror. Trupi nuk e njeh e merr, që fëmijë. Pra një vaj ne mund ta përdorim vetëm 2 herë. 2 herë nga 20 minuta, pastaj merr e futa në tavë. Edhe me lëngun e tavës shtoj salcë edhe bën më të përdorshme për një tavë. Mund të qëndroj aty 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë. Vetëm vazhdohet me fritezë, vetëm bën jo nuk. Kjo sidomos fëmijët i orienton kaq shumë se rrit gjëndra diamore midis organeve dhe krijojnë një obezitet. Obeziteti është patologji, no? Po shmangur duhet është problem, duhet trajtuar si patologji, nuk e çfarë. Ndërkohë që është kaq e thjeshtë për nënat edhe për prindrit e ri që të kenë kujdes për fëmijët, po vetëm se do kujdes vazhdueshëm. Do çdo gjë që të kenë për fëmijët. Çfarë duhet të kenë merak se në fokus prindrit e rinj, po edhe të rinj që po mësojnë raportin e tyre me ushqimin, sepse është një gjë që edhe mësohet gjatë kohës. S'është disa familje mund të kenë traditë më të spikatur kulinare, disa familje jo dhe aq të spikatur, por njerëzit kultivohen, ecin, shohin, eksplorojnë ushqime. Për shembull, ne nuk e kemi njohur shijen dhe aromën e tartufit, apo jo? Sot e gjen. Po kemi njohur, se më ka bërë përshtypje në fakt edhe në bion tuaj. Kemi njohur në Ardenin pekmezin, ama. Kemi njohur mënyrën se si janë bërë petët, se si është bërë trahanaja, ai procesi i fermentimit që se si është bërë, se si është prodhuar rakia nga rrushi, po themi. Ne sigurt kemi të bëjmë këto gjëra që thotë. Dieta mesatare nuk përjashton asgjë. E studiuan në tërësinë e vet vendet Greqinë, Italinë,
shëmbullshmërinë në mënyrën e testë. Gjithë thanë që kjo është jetë mesatare. Ne dinim dhe italianët dhe nuk thonin gjë. Sa i shkojnë në Piopi në afër Napolit, dhe të dy jetuan nga 101 vjeç. Në një që ndodh. Ato do vinë dhe në Shqipëri. Dhe po të vinin atëherë në vitet 70 kur erdhën ato që bën këtë Seven Country Study. Dhe pansa keq ushqeshin amerikanët, nordikët, japonezët mrekullisht ushqen. Si japonezët mirë? Jetësor, se kanë krudo, kanë gjëra të gjalla. Por gjërat e gjalla kanë një gjë, do të jesh i sigurt për gjë. Ato kanë gjëra të gatuara në pikën e duhur, jo overcooked, jo shumë gatuar. Ne kemi çik tendencë jetë. Bëjmë gjërat më shumë gatuar, jo të gjithë. E ne po dish të marrësh, do të thonë, nëse do të ishte ontologjia që them unë, që më reagoj edhe sa bëjmë dot. Po pse nuk e bëni? Nuk është do shumë angazhim, është ndërmarrje e madhe. Është ndërmarrje. Do suport, do ti përzihesh ta njerëzit janë kaq të apasionuar më sa dhe janë kaq fragjil, kaq të ndjeshëm themi për njëherë ofendohen. A keni një komunitet mes shefave që unë them që nëse do të jetë një bashkim i mirë, një suport i mirë edhe mundet, po gjitha që kalon dhe mund ikin shpresa për këtë. Çfarë është kjo? Kjo do të ishte një antologji e madhe, një përmbledhje e madhe e recetave si mas zonave. Tani çfarë thon këta mikrobiologët e famshëm, këta shkencëtarët e ri që studiojnë traktin, që studiojnë zbërthimin qelizor deri ke qeliza kur ushqet dhe çfarë ndodh me organizmin e njeriu, thon, jeni të zotë që tani si gyshit tuaj? Tani si gyshit. Jeni të zotë, thon. Kupton? Tash çfarë ndodh? Ka modele të ushqimit, ka dhe regjime të ushqimit. Regjimi sa vakte në ditë ha. Modeli është struktura, menuja, sintaksa, si them. Morfologjia është një menu e veçantë. Tashi, unë ke libri e kam thënë për herë të parë. Kam thënë unë për herë të parë dhe është imja. Që metafora e shijes ose gjëja që i bën identitetin gjithë shqiptarët bashkë në gastronomi është një. Si kanë italianë paston, si kanë francezët ato menun e vet, ne kemi byrekun. Byreku me petë i shtruar poshtë lart me mbushjen e vet, në varësi të zonës, në varësi të mbushjes, se ndryshon mbushja, ndryshon farça, në varësi të pestës, se si e hap, në varësi të yndyrës që përdor, në varësi të volumit të nxehtësisë që përdor. Byreku është kemi përdorur të gjitha. Bile përpara shtroi byreku, pastaj dini pjatat e mishit, pjatat e tavës, pjatat e furrës, pjatat e pra nuk pas kemi mishim, pas kemi byrekun. Jo, byreku është kryesori. Byreku është kryesori. Tashi, unë kam dhënë definicione ke libri im, kam dhënë definicionin e kuzhinës. Ile po prisja që të dilte një enciklopedi gastronomike ku unë bëra hyrjen. Andrea Shunti, profesori ndroi jetë ai dhe nuk e di projekti e vazhdon apo jo, unë bëra hyrjen. I dhash 30 faqe hyrje. Tash unë botova ke librin im hyrjen se është drejta ime. Është botimi im, është dhe ke hyrje kam bërë definicionin e kuzhinës shqiptare. Nuk mund të thush tash një kuzhinë mesatare gjithë, se është nocion gjeografik. Ne kemi të njëjtën për shembull produkte që nga antikiteti, që kemi bukën, verën dhe vajin ullirë, siç e ka Greqia, siç e ka dhe Italia. Jemi dhe ne se jemi është i njëjti vend. Po të shikosh. Sa me fat jemi që geografikisht jemi në mënyrën më të mirë të vendosur. Do të thënë jemi përballë Italisë. Italia doli mbas Iliris faktikisht, po ai kur pati një kështu në shekullin e parë kur ndodhi problemi atëherë në kohën e Tiberiusit, sollën këtu vreshtat, sepse Ilirët e njihshin kulturë. Po për këtë nuk është, unë jam bërë shumë partorë edhe në aspektin historik, se pa histori nuk ka. Dhe kam gjetë gjërat mrekullueshme, kam gjetë gjëra që s'na i kanë thënë. Unë kam qenë zënës i mirë, studioj gjithmonë edhe jashtë literaturë, jashtë programit mësimor. Përveç byreku, çfarë kemi tjetër? Kemi të gjitha llojet e gatimeve. Ato do e thoja. Kuzhina nuk është një produkt. Një kuzhinë, ky quhet si kanë italian pasta. Pasta është e kampanjës, si themi ne, është e Romës dhe poshtë. E Napolit e këtyre, është pjesa Salernos e këtyre që aty vinin në vitin 1050 për herë të parë shkruar. Që bëhen ca si pasta si spango, edhe fahen dhe mbajnë pastaj që kur vi koha, është konservim natyral. Dehidratimi heq mundësinë e kontaminimit. Duke dehidratuar të ruar më gjatë. Sot i bin shkurt, e marrin me lagështi themi ne dhe fusin konservant. Konservanti është
Është i dëmshëm është i dëmshëm për florën tonë intestinale dhe për organizmin tonë përgjithësi. Çdo gjë që ka konservant. Po ka disa produkte pa konservant nuk jetojnë dot. Pastaj qytetet e mëdha nuk mund t'i ushqej përveç kështu. O më gjatë janë ndryshime gjenetike në farat, janë zbuluar shumë herët. Janë përdorur më shumë 2 botëror në Amerikë. Amerika ka breza që rriten me këto. Prandaj janë amerikanët ata që janë. Ndërkohë amerikanët studinë më të mira. Obezitetin me çdo gjë. Ndërkohë, kur ka shku baba im në vitet 70, që ka shku për të hapur për specializim për rritjen industriale shpende, në Francë në vitet 70 i ka gjetur në biomis, që është 70% e populacionit ushqimor të shpende. Ndërkohë që bënte recetat më të detajuara për shpende për rritje industriale, unë i thosha më babë, s'kemi ne recetë për njerëzit. Si thonë ai? Ja, thon, kam i shok sportist aty, thon që do ta ashte para ditës këtë kështu. Dhe mori shumë thjesht, ai më tha. Ja, si çat jep nëna aty. E nëna gjithmonë kishte në shtëpi, nëna gjyshja ime, jo mama ime është nëna e fëmijës tim. Gjyshja ime gjithmonë kishte, mbante shumë gjëra. Po ta shikosh ti gjyshat në shtëpi, po ti shikosh, merr edhe këtë, kanë japin një sallat, japin një kështu me një sallatë që fuzën dhe ne dhe zier. Pastaj të japin djath, me ulli, me qep, me fasole, thata kështu. Po sallatat janë shumë të mira, këto janë fibrat. Këto që në gjuhën popullore ne i quajmë meze ose mezeri. Po. Nuk i them vetëm ne, është. Shumë e thon mezeri. Gadishulli lirik është komplet, ka një ndikim, nuk mund të ketë se difuzioni i njerëzve kulturave është shumë i thjeshtë. Kurse ne kemi një origjinë se ashtu deri në Kroaci kanë qenë pjesa lirike. Por nuk megjithatë unë ato që kam lexuar i kam shprehur tek libri sa nuk mund të flasësh pa histori. Po nuk studiova histori, nuk kupton tashmë dhe nuk mund të parashikosh dot në të ardhmen çfarë mund ndodhi. Këto sistemet e fasting çfarë do që të bëjnë të lehtësojnë. Po njeriu e ka në natyrën e vet kërshëria, identiteti. Kultura është pjesë e identitetit kulturor, vjen një moment e një njeri që është i plotësuar në unin e vet. Lexon dhe kap dhe shikon me kurështi, lexon libra dhe më thon këto janë debate që kam 20 vjet që i bëj me njerëzit. Dhe përjetime nga marrëdhënia me ta. Mban mend thotë si e ka trajtuar këtë elementi kështu. Dorso Umberto Eco e ka bërë kështu fare, ke Barresa dhe Pragos. Ka thon recetat. Dhe thotë kjo receta shijohet kështu dhe që të kesh përballë do të kesh njëri të tillë thotë. Por ashtu këtë do të kesh këtë thotë. Tu ka hyrë Umberto Eco. Kaq shijohet. Është rëndësishme. Po shumë rëndësishme. Shumë rëndësishme. Një vakt nuk mund ta shpërdoresh ti. Që nuk e meriton dhe pikë. Ka njerëz që na marrin energjitë ditshëm. Të bëjnë një lloj të krijojnë një gjendje që nuk edhe kur jam plotësisht dakord me këtë. Unë vetë sipas parimit qëndroj me ata njerëz që ju qeshin syt kur të shohin. Po syt janë kryesorët pasqyrë shpirtit. Pra që praktikisht të duan. Tani kjo vjen me rritjen, në fillim nuk e dallon dot. Fillon grofet. Fillon. Taurian të vogla dhe shumë e vështirë të menaxhosh banketën. Po kalojmë tash në tema po mbase jam shumë kurioze nga ajo që ke kuptuar nga raporti me ta mysafir që ju vini në restorant apo me njohjet. Çfarë klientësh jemi ne, ose çfarë shijuesish, mos ta themi klient tani se e kthyem te marketingu dhe PR-i, po atim të shijojmë pjatat. A kuptojmë, a kanë nga ana tjetër e dytë që unë jam kurioze, a ka lidhje pjata e shëndetshme me stinën pastaj? Apo ka disa pjata universale që në çdo stin janë aty dhe janë të rëndësishme? Unë për njerëzit që vinë dhe frekuentojnë vite tash restorantin tim, që është lidhur me mua dhe me familjen time, para gjë që do të bëj do të jem falendërues. Dhe kur e mendoj që ata njerëz kanë ardhur që nga fillimet e mia dhe vazhdojnë të vinë. Dhe vazhdojnë që të kënaqen, unë them prapë e bën një herë për mua, për ndoshta për njohjen që kishin, për respektin që kishin një herë, se restoranti punon me të gjithë detajet, punon me ambientin, punon çdo gjë. Dhe kur vjen, ai fokusohet tek biseda, do të kesh kujdes, sepse një pjesëmarrës atje, një person atje mund ta nxjerrë nga shinat. Ta nxjerrë nga shinat. Ta fusin disa gjëra të zakonshme që po e vet merr biseda një drejtim.
që ti nuk e dëshiron dhe unë me gjysmore me atë duke u sqaruar, duke u rinu, duke munduar që ta kthesh sepse jo të gjithë njerëzit atje kanë marrëdhënie intime me disë, kanë marrëdhënie shoqërore, familjare, jo intime sa të kuptojnë me sy. Dhe për të shmangur një keq kuptim detyrohesh të japësh sqarime, këto e shofun kur jap një pjatë. Jap një fjalë e pamenduar nga ana ime, më mirë rezervoj pak informacion, dhe po i the që si e ka vërtetë të shtojmë verën, po ka alkool, nuk ka alkool. Alkooli evaporon, avullon, ngelet pjesat taninët, nuk ka alkool. Jo ke përdorur verë, nuk ka alkool. Dakor. Tash i mundojmë mos ta them këtë. Receta është kjo. Po receta është e mirë vetë. Tani është kaq komplekse ajo pjesa e përjetimit që ka njeriu kur shkon në restorant, dhe kjo ka të bëjë me personin fjalë, ka të bëjë me shoqërinë që bëhet, ka të bëjë me verë. Por mos ngul këmbë, se nuk jam më i mençur se mua. Ata që më dëgjojnë mua janë 100% kënaqen dhe lumturojnë. Kemi probleme me besimin, që nuk japim dot besim, e kemi që nuk kemi njohuri vetë dhe mendojmë se kemi, ku e kemi ne? Nuk e kemi vetëm ne, gjithë popujt kanë kështu individ problematik. Gjithë kanë. Që bëjnë sikur dinë, bëjnë sikur, ose kur dalin jashtë për shembull, kam qenë në filan vend kur interesojmë ku kanë qenë ato me ca restorante pa lidhje. Është mirë që të kesh besim dhe të dëgjosh çfarë të sugjeron i zoti i shtëpisë. Sepse ajo gjë që sugjerohet është e provuar se si do të dalë, se si do shkojë. Ndërkohë, jemi detyruar që përveç 2 menuve degustimit që kemi, njëshin, dyshin, kemi dhe një a la carte. Ajo a la carte, ti mund zgjedhësh një pjatë ose 2 pjata, ajo 5 janë detyrueshme këtë tjetra. Ose 6. Ti tu do marr një kështu një. Tash ato janë porcione që janë llogaritur që ti të marrësh 5, ti nuk mund marr vetëm 2 nga ato dhe thuash unë kënaq një lloj si ai. Ti çfarë do të shmangësh ti? Ti nuk do të ngopesh se po, para të punësh bëra ajo. Ti njeri që është pak i rënduar, mos të marrë gjithë pjatat, po të marrë vetëm një ose 2. Po ndërkohë ata të tjerë kanë ritëm tjetër. Ai ushqimi aty ka ritëm tjetër. Ajo pjesa estetike që shkon bashkë, sepse pjata ka shqisore, semiotike. Por edhe lidhja dhe pasioni juaj me pikturën reflektohet tek edhe te pjatat. Syri juaj estetik, të paktën unë nuk kam qenë në restorantin tuaj dhe do vi, por nga ajo që kam parë nga imazhet. Nuk jam shumë kështu skrupuloz në kuptimin që të bëj skema kjo, sepse produkti duhet respektu me gjendjen që ka. Unë inspirohem nga Marquez, normal nga shumë shefat mirë që kanë respekt për produktin, nuk e tjetërsojnë kuptimin edhe figurativ edhe shqiptar. Domethënë, shija vetur produktit duhet ngelja ajo. Po tani ka teknika gatuajnë mishin e kuq me temperaturë të ulët. Me 56.2 për 6 orë. Me qesët mbyllura, me vakum. Dhe çfarë presupozon kjo? Që i ka shkuar në zemër të filetos dhe kontrafiletos, i ka shkuar temperaturë aq sa duhet të ishte sikur të po të gatuaj në zgar, ti do ta ishe në kohën e duhur. Po që ti shkoj në zemër kur ti e bën në zgar, ato flakat e fuqishme, me ato flakën blu, që hipotetikisht mund të jetë kancerogjene, kjo është, jo mishin vetvete, nuk është kancerogjene. Po të ekspozohet në një burim nxehtësie mbi 10 kW që arrin mbi 2 gradë, krijohen disa plagë atje që nuk është e vërtetuar. Shef, të ndalojmë pak këtu sepse kam investuar shumë kohë dhe thuajse e them edhe me të qeshurt e mikeshat e mia që jam gati të bëj doktoraturë në njohjen e elementeve të enëve të kuzhinës. Shumë kam zbuluar së fundmi, kjo nuk është se ka ndodhur tani, po unë e kam zbuluar së fundmi, që tefloni është një material shumë problematik. Flas për enët e kuzhinës. Po. Dhe duket sikur enët më të sigurta ngelet inoksi, giza dhe qeramika. Sa të kujdesshëm duhet jemi dhe në këtë aspekt, se e përmendëm pak përdorimin e vajit, mënyra se si duhet të përdorim dhe proteinën, jo vetëm po themi sallatrat në mënyrën si ham, po a duhet jemi të kujdesshëm, se duket që jemi para sfidave vërtet problematike dhe të këtyre materialeve që përdorim për të punuar me ushqimet. Me profesionale janë të kontrolluara, licencuar, kanë paretet më të trasha me qëllim që të japin uniformitetin e energjisë. Jo, e kam fjalën edhe për familjet tona kur ne Familjet gatuajmë. është një problem sepse në treg ka shumë.
Edhe sa më holl pareti, aq më shmangu. Sa më trash pareti, tregon që ajo akumulon nxehtësinë vetë dhe pastaj e produktit. Nuk ka tendencën ta përcelloj, ta djegi, mos bëj dot kremin, mos bëj dot giza është e mrekullueshme. Kurset e kuzhinës. Megjithëse material shumë i rëndë. Shumë i rëndë. Giza është me atë mësohet omleta. Omleta nuk është e kollajshme, është. Duhet ta mësosh. Pastaj po mësove e kollaj. Unë kam mësuar vezën në inox, që është shumë e vështirë për ne që nuk jemi profesionistë. Po çdo gjë në kuzhinë ka të bëjë me temperaturë. Si të kontrollosh temperaturën. Kontrolli, po. Me pak ujë që rrotullohet rreth e rrotull, që që kupton që ajo është nxehur. Është nxehur. Edhe pak krip, pak uthull. Edhe krijon një borbull. E del pastaj. Ajo është pjesa, veza më e shëndetshme është kjo. Veza është njësia bazë proteinike, nuk manget kurrë. Prandaj më del nga një shumë e çuditshme djaca nutricionistë fillojnë ndërtojnë dieta për jashtë këtë për jashtë atë. Ndërkohë që njerëzit duhet njihen me vlerat e produkteve dhe nuk është kot ai raporti i karbohidrateve që kanë pjesën më të madhe, pastaj janë yndyrë me proteinë, 10-15% e proteinë. Nuk mund të arrisësh ti një gjën kur rrisës. Por duhet të përdorësh në mënyrë shëndetshme, ti gatuosh mirë, kesh një stil jetese që ti djegësh, kesh aktivitet fizik, shumë e rëndësishme. Ka të bëj shumë, ka të bëj me gjendjen tënde psikologjike, ka të bëj me gjumin. Gjumi është shumë i rëndësishëm, nëse gjumi se bën të plot, nesër nuk je në gjendje. Ushqimi pastaj, kur konsumon ushqim të mirë, kur ke qenë një banket të mirë, e ka që lumturuar sa ta nesmen, i hap syt, ja prap i lumturuar, prap vazhdon ajo inercia e të qenurit, e të ndjerit mirë, benesër, që themen, ndjesh mirë. Mirëqenia. Mirëqenia është edhe me pak gjë mund ta bësh. Megjithatë, gastronomia ka të bëjë me ekonominë. Gastronomia është e lidhur me mundësitë, është e lidhur vetë. Pse? Produkti mirë kushton. Është e lidhur, nuk mund ta evitosh. Mund vjen shumë keq që njerëzit më të formuar, më të lexuar, më të mirë, mësuesët, pedagogët, profesorët janë që nuk janë mirë të paguar, kanë çik problem për të ngrënë këto drekat e këto gjëra. Dhe unë ndjem shumë, ja bëj ul ai sa mundem nga ata njerëz. Sepse ata janë njerëz që kanë ndjeshmëri më të lartë, janë të kuruar, se shihet duhet të jesh i kuruar pak. Ata din ta shijojnë. Din ta shijojnë, e the super. Do dish ta shijosh. Tani, kjo ditur të shijosh është e lidhur çik me edukatën e gjyshes, sepse që nga ceremoniali që i japin drekës, që nga mënyra si vishën, që nga stolia që i bëjnë kësaj, që nga bisedat e para. Bisedat e para, këmbimet e para bisedat nuk janë pa gjë. Tregojnë një kulturën çik të vjetër. Ajo tabakaja që të del para se të shtrohet tryeza me qoftë edhe me ato bonbonet që na bënin dikur me qumë është ato që kemi gjatë fëmirisë, apo ai përsheshi me pulën, se duket po është një nga kam përshtypjen që një nga gjërat që duhet ruajtur fort. Po, e ruajmë përgjithësi, edhe në familje edhe në restorante. Po që ndodhë, ne mos kishim të 50 vjetë. Komunizmi. Ne do të kishim ruajtur atë që është periudha e artë që është midis dy luftrave. Unë ka materiale të caj dy luftra. Bile një libër që është këtu, që është përtuar 1929, që ca rrita do të Amerike biblioteka, se nuk e di, që apliku dikush dhe më bëri blok Amëlsinat në Shkodra ishë. Amëlsinat. Dhe doja vetëm atë indeksin doja atë introduktën, hyrjen. Hyrja tregon çfarë influencë ke. Ke influencë Orienti apo ke influencë, se në ato vite që kristalizu influenca Skofjes. Kujt kulinar ishte bërë në Itali, Spanjë, ndoshta kisha ardhe këto vendet e gatishur i lirik këtej nga ne, por nuk e di se çfarë influencë ka. Pastaj, ndërkohë, midis dy luftrave, në vitet 20-30, deri në fillim në luftës dy botërore, ka pas restorante italiane këtu, tipike. Me ravioli, me pasta, me involtini, me gjitha këto që njohim ne sot, se janë të vjetra këto si patjetër, këto janë kohës të Pellegrino Artuzit. Ishte personazh në kontribut të jashtëzakonshëm për kuzhinën italiane. Por ishte një nivel që nuk arriti dot ta indeksonte kuzhinën italiane, siç e bëri Augusto Scofier. Augusto Scofier mblodhi 5000 receta, sepse ishte vetë ekzekutor, ishte shef vetë, ishte njëri, është kontributi më i madh, është personazhi më i madh në kulinarinë botërore sot. Akoma vazhdojnë recetat e ati, por këto recetat ndryshojnë simbas kujt? Simbas personalitetit njeriut. Po.
i ndryshon në mënyrë të tillë, kupton raportin me të kripur me tonë, me të artën ato. Sipas ti ke tjetër regjistër, unë kam tjetër regjistër. Por e mirë është e mirë. Ky çfarë bëri? Ky bëri që kremrat, salcat bazë që njohin e beshameles, ajo spanjoli, salca veloute, ndezë të gjitha. Janë të njëjta në të gjithë botën tash. Ishin të njëjta në të gjithë Francën. Po Franca ka diçka do. Në 1813 doli për herë të parë, nuk shërbehej kështu, me pjata të veçanta. Vinin pjatat mes, edhe mbretër, kështu, a la Royal, kjo është. A la Francais, kjo është. E konti, që ishte një kont rus, 1813, që erdhi ambasador në Paris, kur bëri një darkë, sepse darkat atëherë kishin shumë, Franca intimidonte kundërshtarët e vet me kuzhinë. Bënte spektakël në kohën e Karenin. Tha, sot do të shërbejmë një mënyrë të re. Kjo mënyrë e re ishte me pjata individuale. I merrnin nga atje, i sollën gjitha me pjatanca, i formonin ata, shefat dhe shërbenin. Për herë të parë. Tani kjo për 2 vjet mori në të gjithë Francën dhe u përhap. Asnjë fenomen nuk është përhapur në këtë lloj shpejtësie dhe në këtë lloj e përvetsoi Franca këtë. Kjo është ala rus. Pjatat individuale është ala rus quhet. Po shefi që i bëri natje në Rusi ishte francez. Se kështu ishin ta. Ta merrnin shampanjën më të mira, rusët, aristokracia ruse në kohën e carit, imitonte komplet aristokracinë franceze. Në zakone, në muzikë, në formim, në edukim, në argëtim, në çdo gjë. Shkollat bile këtu i bënin dhe kështu që çfarë bënin? Merrnin shampanjë më të mira, merrnin verat më të mira, ka ekranizime të mrekullueshme sot. Mund t'i shohësh. Dhe ato ekranizime nuk janë thjesht një film. Jo, ai ka një mesazh shumë të bukur. Po ka histori më brapa. Dhe ndërtuar mbi histori, është një The Taste of Things, tash ti shikosh se domethënë She Hall francez. Është kohën e Karin dhe rrethet e Karin. Është një ekranizim i mrekullueshëm për një histori të vërtetë për kuzhinierën e Mitterrandit. Le Saveur du Palais, shihet e pallatit Elizes. Dhe ajo zonja sot mori tartufin, zgjidhë tartufin, bënte këto. Mi theku një buk integrale të zezë, i bëri me gjalp dhe vënë tartuf sipër. Dhe me atë pjo verë më të mirë në botë. Ka që thjesht për ka që mirë është. Ka që thjesht për ka që mirë. Çfarë ka kuzhina franceze që është ka që mirë? Tani nuk po them çka ka kuzhina franceze, po them që çdo verë e bukur po filloj nga rrovesha, nga fundi. Se ushqimi shijohet në verë. Çdo verë në të gjithë botën, dhe ma ka thënë njëri kompetent, në të gjithë botën, e ka origjinën nga teknikat franceze, ose nga një enolog francez, ose nga një kështu. Pse? Sepse verët franceze bëhen me majan e gjetëve të rrush me fermentin e të ati vreshti, e kultivojnë vetë dhe e bëjnë vetë. Ne të gjitha verët në Shqipëri e marrin majan e gatshme nga Itali. Prandaj është vështirë. Këtë e bënte Kroacia para 20 vjetëve, tash i ka ardhur mendja, ka thënë prit. Të krijojnë. Si duhet ndryshuar? Shihet e personalizuar, shihet individuali, që të jetë, si themi, çdo gjë të ketë shihen e vet. Ka qenë e tillë. Un kam pi verat Leskovikut të Klose dhe përpara viteve se ndrote ndrimi i sistemeve. Dhe ishin të mrekullueshme, kishin individualitet, ndaheshin. Tani ke shumë vera nga këto, mbylli syt, shijoj se kupton dot, është e kësaj. Që rrushi është e mirë, që klima është e mirë, që mikroklima është e mirë, që toka është e thatë, ai sa duhet. Kjo është një cilësi shumë. Po shpjegonit detaje të tjera më të imtësishme të kuzhinës franceze? Kuzhina franceze ka një tipar që e ka pasur edhe, domethënë, çdo vend ka tiparet, themi, që e veçojnë nga ajo. Ka tiparet përbashkëta. Pjesa më e madhe janë tiparet përbashkëta. Nuk diskutohet se njeriu ka nevojë të hajë 3 vakte, kultivon ato produkte të hapin në të gjithë botën, mënyra e gatimit pothuajse fillon dhe të unifikohet. Ç'a ndodh? Lindja e restoranteve në revolucionin francez 1790 përmbysi aristokracinë edhe gjithë to gran maison, gjithë to persona që punonin atje, që nga majordom, nga kuzhina që kishte personel të jashtëzakonshëm, që kishte shefa, ndihmësa, kamarier, gjitha, jelen pa punë, ikën. Unë kam bërë me detaje atje, me emra, me konte, me krajina, me shato, me gjitha. Ta ngelen pa punë, ç'a bën? Hapën restorante, se ishin hapën restorante, as punë dinë ata, s'dinin punë tjetër. Morën ambiente me qira dhe hapën restorante për aristokracinë e re, tash për borgjezinë që po merr, dhe për pjesën. Po ç'a ndodhi? Këto morën kuzhinë më të mirë
Morën kuzhinën e Grand Maison, morën kuzhinën e aristokracisë, morën servisin e aristokracisë, morën zakonet e aristokracisë, morën çdo gjë që kishte bënte me atë, dhe kujt ja dhan? Ja dhan aty që kishin mend, që kishin mundësi. Kush kishte mundësi ta merrte? Po ndërkohë çfarë bën? Këta unifikuan, sepse ti je profesionist, domethënë që të kesh një emërus përbashkët me një tjetër që është profesionist si puna jote. Po. Dhe e patan më kollaj këta, pse kishin një eksperiencë të tillë themi. Pastaj kanë pas dhe individ shumë të spikatur, që kanë pas një rol shumë të madh, jo vetëm në shije, po kanë pas një rol shumë të madh shefat dhe në porosinë e atrecaturave. Unë kam tregu se si me çfarë kontributi kanë shefat kur u bën sobat, kur u ndryshua nga qymyri që kalon në djegës tjetër, që kalon në gaz, që kalon në korrent, në këto. Dhe çfarë roli ka pas frigoriferi, se frigoriferi përpara ishte kështu, çfarë roli si filloi drajëç që të përdoret mishi maturuar, jo sapo therrur. Jo sapo therrur. Do të thënë dhe maturimi i mishit në këtë është shumë e rëndësishëm në shije, patjetër. Plus aty ndodhin procese fiziologjike të jashtëzakonshme. Mishi po s'qej motoruar, është i fortë. Largohet kalciumi, nervaturat fillojnë opsohen, fillon pH-i rregullohet, bëhet më i tretshëm, aminocide bëhen më të tretshme. Prandaj mishi i kuq hahet dhe i gjallë. Hahet në formën e tartarit, hahet në formën e carpaccios. Hahet në formën e prosciutto i gjallë është. Është vetëm e izoluar me kripra dhe me erza, dhe brenda derisa dalin ato aromat e famshme, ato aromat e bukura, ato aromat e mira, sa të bukura të mira janë të shijshme, ndërkohë që ne krijojmë një produkt, shijojmë një produkt që është i gjallë. Domethënë i pagatuar. Kjo nga ana e sigurisë ushqimore do të jesh shumë i kujdesshëm që ta përdorësh këtë. Nga ana e sigurisë ushqimore do të jesh shumë i kujdesshëm që të përdorësh një produkt prodhim peshku, fileto peshku ose karkaletë ose kështu, pa e futur në një abatitor minus 40 gradë, një shok termik që të ngordhësh gjithë virus, bakteret, parazitë. Kanë një lamizak, një parazit është i dukshëm në sy ai. Aty në organizëm të çrregullon totalisht. Ne themi sa dolin nga deti, po prit Allah sa do në detis. Ka nevojë për një abatitor të tillë, një shok termik që t'i neutralizojë ato, dhe po ta hash këtë pastaj si janë japonesët, kanë treguar se jetësor 15-16% më të lartë se ne. Kështu ë? Po, efektiviteti, ekspozimi me sëmundje, jetësia, gjitha kanë treguar se të jashtëzakonshme. Shtimin peshë, raporte me këto, çdo gjë tregues jetësor që ka një indeks caktuar. Se na dëgjojnë edhe pjesëtarët e audiencës që nuk janë profesionistë dhe njohin atë kuzhinën e vogël të tyre, cila është mënyra më e sigurt dhe më e shëndetshme e përpunimit të produktit? Përzierja? Cila? Zjerja vetvete është kur ti do t'i japësh gjithë vlerat dhe gjithë timin lëngut. Qofse ti fut në një enë me ujë dhe ke ujë të ftohtë, fut mishin dhe fillon e ngrof, gjithë lëngjët aty do 5 gradë ndodh ndryshime, hapen ato lindet lidhore, del lëngu, po lëngun vetvete ka dhe vlerë dhe ka dhe shi. Dhe mishi nuk ka më vlerë, e ka lëngu. Se pullet për shumë që kanë marrë procesin e vezëve që janë të plakura, themi, e bëjnë supën të mirë, sa ti merr lëngun, mishi aty s'hahet. Nuk hahet. Mbajnë 2 javë në frigorifer ti që të bëj atë, themi, maturim. 0 deri në 2 gradë mbajnë, nuk mbajnë ngrirje. Atëherë po mendonin kur ishim tali, si ta bëjmë këtë pulën me që të jetë shishme. Tek e galinë varet çu po bën, nuk është kjo, ne duam t'ja dhe mishin t'ja përdorim. Mirë tha njëri, e di si bënin ato nona, tha, gjyshja. Pra kthehemi te gjyshja. Gjyshja tha e grinte, e bënte polpeta, e bënte qofte. Dhe morëm ne mishin asaj, i hoqim ato vendinat, ato gjërat, ato kartilazhet, ato kockat, e pastruam, e futëm me grim, e marinuam, e bëm dhe me çik vezë, me çik parmigiano, me kështu, me pangratato, me erza, se pula, për shembull, është ke rozmarina, ke timon, nuk është ke rigoni, ke këto që është mishi kuq. Kur kam ngrënë të polpeta, po them, isha dhe uritur, do të jesh dhe uritur. Tash, jo më të mirë nuk ka. Edhe u haka pula vjetër. Se të tentosh të hash kështu me mish nuk ha dot. Nuk e. Tani, mjafton të jesh pak kureshtar, të jesh pak inovator, të jesh pak krijues. Sot ka informacion pa fund për receta. Mjafton të kesh ato produkte dhe ta kuptosh domethënë ç'a ndodh. Prandaj janë njohuritë si themi njohuritë fillestare teknikave. Si të bësh një gjë që mos ta prishësh për t'ia rush vlerat. Ta thash këto me lëngun ç'a.
mirë është që pulën, peshkun, viçin, kuqesh një e pak yndyrë. Gjalpi duron shumë pak ndëtësi. Vaj ullije duron shumë pak ndëtësi. Vaj lure duron më mirë. Ka pikën e nxehjes. Ato bën të qoftë. Tim ke pazareri që thoshin qoftë edhe me. Edhe ja me bashkote edhe mishit grirë, sa më shumë të ketë djam kofsha, aq më shish më shumë. Ai mishi, muskul. Tani do të dim dhe një gjë. Që ne në shtëpia do ta gatuajmë mishin e kuq bashkë me djamin dhe me kockën. E para njërë që muskulli skeletor ka shihen më të mirë, muskulli brinjve, këto janë diskutohet janë më të shishme. Edhe kur i provojmë. Por yndyra shtazore është katalizator në pikse skalqmit në kocka. Është natyral. Është katalizator, ndihmon procesin e vendosjes skalqmit. Që nënat humbasin. Nënat kur lindin fëmijë, mikroelementët i humbasin sepse e merr formon skeletin e foshnjë. Kanë mungesat e magneziumit, hekurit, kalqmit. Personalisht, shef, pa patur mishi pak dhjam, nuk e shijoj dot. Është ja më mirë. Kur është tul. Dhe habitem, por unë vi nga një kulturë kulinare që ka pasur lidhje shumë të fortë me skarpari, me mishin. Me mish. Dhe si të thuash, e njohim si produkt dhe nuk e kuptoj dot të konsumosh vetëm mish tul, pasur. Mishi do të jetë në familje, do të jetë i gatuar me kockën e vet dhe me djamin e vet. Kjo është gjëja më e mirë. Në qoftë se kupton që ka qeso, ka një tepri, hiqe nga kur bën atë. Patjetër. Ka momente tepria e nxjerr vet, lëngu e nxjerr vet, në të gjitha ato residuat, të gjitha ato tepritë, ato mbeturinat, gjërat që nuk kanë me densitetin i heq. E fut në frigider. Tanë më kanë nxjerrë bërsi pelte e fortë. I pastron dhe sirfaqe, ajo është mrekulli. Kështu bëhet lëngu. Peshkut, fumeti, kështu bëhet brodë pulës, kështu bëhet lëngu kockave. Pastaj me verë të kuqe gatuhet. Pra para se të shkojmë për restorante, mishi i tul, të tjetër është për restorante. Ka të bëjmë me pjesën estetike më tepër. Para se të shkojmë te këto proceset e tjera, pra ta kalojmë në tigan. E skuqim tigan që t'i mbaj gjithë lëndët brenda. Brenda. Tani, kur e skuqim tiganin nuk është mjaftueshëm i gatuar që të serviret. E merr dhe mundësisht po me atë enë, shton pak yndyrë tjetër, gjallë ose kështu dhe e fut në furrë. E mban 20 minuta me 150 gradë. Fileton e vit. Ato mbrio ato pjesë. Sa patatet. E bëhet perfekt. Patatet i zjen në përpara dhe i fut në furrë. Kur bën friturë, ose duhet i zjesh përpara të bësh friturë, ose nuk i zjen, por bën friturë, i le 10 minuta, 5 minuta, i nxjerr në një pjatë që ka një kartopecete ashtu, dhe i fut në frigider. Deri 10 minuta në frigider. Ti nga frigideri i futi për po ta shikosh McDonald's, nuk janë edhe ata, janë të mençur. Mirë se i di. E nxjerrin patatat e lën kështu për jashtë, them, çka ka ky që nxjerr patatat? Futem më. Jo, e nxjerr për jashtë. Bën ndryshimin e temperaturës me qëllim që ajo brenda të rri e butë dhe pjesa krokante të jetë jashtë. E pastaj zhyt brenda. Që ne evitojmë pjesën e McDonald's që ka atë vajin e kështu dhe e bëjmë në shtëpi me këtë. E nxjerrim nga frigideri, e fusim në frigideri, e nxjerrim prapë pas 10 minutash dhe e fusim. Dhe ajo bëhet brenda rri e butë, e mirë, e jashtë bëhet krokante, patati. Patata nuk duhet të evituash, është kontorna kryesore, kryesore. Është karbohidrat shumë mirë për organizëm, është burim energjie, hiperkalorifik shumë. Mban ngarkesë njeriu do të kryej punë fizike, nuk do mendoj. Do ai kaq dëshirë të dollorisë kur të hap pjesën tjetër të gëdrat fikët. Ti do të hap pjesën tjetër, do të jesh vital, do të jesh mirë tash trupi i njeriu. Duron edhe po të bësh digjuna, po të bësh agjerim të gjatë. Agjerimi mirë i bën organizm sepse largon disa toksina, largon disa krijon një është mirë që të bëj. Ka shumë ndikime, ka shumë kultura. Po kulturat e vjetra janë më të provuara, janë më të mira. Prandaj agjerimi në përgjithësi për mirë organizëm. Po kur fillosh nuk duhet pastaj të bësh një ngarkesë të madhe. Do të fillon gradualisht. Përmendet ambëlsinat e Shkodrës. Më duket sikur kemi një influencë edhe turke te. Po është pashmangshme. Shikoj çfarë ndodh. Un kam gjetur se nga që nuk jam
themi që të merrem me arkiva, sepse nuk mund të merrem me arkiva, duhet të jem patjetër antari në një bordi, në një Se jeni po janë punë. në hapësirën tuaj, Unë në merrem kuzhinën me tuaj. enciklopedit, merrem me libra, me gjëra dhe nga ajo krijova përmbledhjen, kam shumë libra që jam referuar, që kam nxjerrë të ekstraktin tim, që kam botuar, dhe them këtë, që ndikimi i kuzhinës otomane në Shqipëri është i paevitueshëm. Jo vetëm në Shqipëri, në gjithë pjesën e perandorisë. Është normale. Unë kam nxjerrë që në kohën e Romës, ato merrnin sallamët dhe djathrat tonë, i çuan në Romë dhe pastaj krijuan vetë sallamët i përshtatën sipas atyre dhe i ndruan dhe emrin. Merrshin nga Dalmacia, merrshin nga Dardania, djathra shumë të mirë, merrnin sallamën e gjakut Derrit që kam kështu, është e vërtetuar ke libri i Apicius, që ishte një gastronom, ishte një fisnik romak i cili udhtonte vetëm për hir të shijimit të gjërave të reja. Dhe ka bërë dhe një libër me 400 receta. Ky libër tash në një mënyrë të jashtëzakonshme është ruajtur, 2 kopje kanë qenë, ka një histori shumë të gjatë si është marrë, tash e ka marrë Universiteti i Chicagos dhe e ka hedhur. Unë e kam atje. E ka hedhur dhe ka dhënë dhe shpjegimet e veta. Dhe thotë, është marrë nga Iliria. Domethënë, kush është mekanizmi? Mekanizmi është ky. Përveç se njerëzit transmetojnë kulturë, pjesa komerciale e merr produktin, e përshtat i ndron emrin. Tani, shumë nga recetat bazë tonat janë marrë, sepse vezirët tonë shkonin nga këtu, shërbenin në ndej, dhe pastaj recetat tona shkonin në një formë më të shtuar, bëheshin më komplekse dhe riktheheshin. Si fjalët, si fjalori, si këngët, si tingujt. Është logjike kjo, ky është mekanizmi, se janë struktura të gjalla këto, janë të lëvizshme. Kemi në çfarë produktesh ose në çfarë pjatash ose në ndikimin otoman. Ndikimin më të madh otoman. Tashi ne nuk ndikimi otoman në kuzhinën tonë është i dukshëm. Unë hartë jem ku otomanët janë ndiku nga ne, ose nga pjesë tjera, ajo është kryesorja. Sepse ata ishin pjesë e perandorisë atyre. Po shikosh për shembull, ke libra Ura mbi Ndrin të Ivo Andrić ose shumë libra tregojnë se si ata morën djalërinë tonë, morën futën për formacion ushtarake, dhe ata prapë kishin origjinën këtu, vinin bënin kontribut ke kjo, po i lanë vetë në një situatë jo shumë zhvilluar dhe normalisht që shumë nga individët e arbërisë shkon atje dhe bashkë me po nëse ti do shkosh fizikisht do të transmetosh kulturën tënde. Në të gjitha gjërat. Plus që numri ishte shumë i madh i gatishëve deri që shkoi në perandorinë osmane. Ne me këtë e kemi problem. Kemi në ndikim nga ajo, është pashmangshme. Në shitjen mia personale është një kuzhinë e rëndë sipas asaj që mendoj unë. Procesi është më i rëndë se kjo. Po kam porcione të vogla. Po më aty është më rëndë gjithë gjalp. Sikur balanca me verën apo fakti i porcioneve është më harmonik në kuzhinën franceze. Të paktën siç e kuptoj unë si amatore, është një libër shumë i bukur i Qenëve Vlorës, kujtimet e Vlorës, që kur doli thanë është zbulim dhe martesë zbulim. Ky kishte qenë vetvete, unë fola me një profesor dhe më tha, kote ke bërë atje, tha Rilindas. Jo, tha se kam bërë Rilindas. E kam bërë gastronomi. Tha i nuk donte të ndaheshim nga porta lartë neve, tha. I donte familja atyre, tha, aspironte portën e lartë, ishin vasal, tha. Unë i thash, ai në çdo moment nuk thonte që nuk jam shqiptar. Jam shqiptar dhe shumë i devotshëm, shumë patriot. Po donte të ndaj nga porta lartë apo jo, thash, nuk e di. Se çfarë mendonte ai? Por ky thash ka 2 momente, i pikë bile kam konsultuar atëherë edhe me profesorin, me Gzim Qendrën, me estet për mendimin tim, është mendimtar i artit i jashtëzakonshëm. Dhe më tha, i diskutuam këto momentet që e Qenëve Vlora kishte vlerësuar një pjatë në Arabi, në Ivon kur shkoi, sepse arabët gjithmonë ishte iftari, pilav madh me ca qinje kështu, thotë ti nuk shikoj dot atë që kishte përballë. Ju i ndyra e tepërt këtë e Vilanostë, si themin e krijonte një gjendje kështu, vilanie. Sa ky spondje e mirë, tha, pastaj mori një pjatë ashtu, tha, mori një gafore, tha, me një kosën e kishin bërë me pak kopër, tamam, me vëllëri dhe me kopër, kosë trash. Mori thë sa i mirë që ky gafore, ato e pan gjithë. Çfarë tha? Kakaleca, tha. I kapin me çarçaf, tha, i thajm, tha, i bëjmë me qalë. Pse si ka ky kakalece i mirë, tha, dhe që ka pula që rri gjithë ditë më të pleu devesa. Kështu që kjo tha e mirë, e vlerësova pjatë, tha. Është një detaj, po kaq i bukur dhe tregon që nuk ish mangesh dot
bisedave për të përmirësuar gjërat. Po. Se nuk mund të thosh tash, e di si e duan tash, do bësh një treg, po. Bëj një treg që mos shofti unë. Ma bëj mal me kështu. A mund ta thosh të sot? A ka njerëz që e duan këtë? Ka njerëz që e duan, normal. Ka që e duan. Unë s'jam ka ta. Ka që e duan. Kenya ma një, se mund ta themi, një vend të kreativitetit, po dhe të fush betejës në kuzhinën tuaj. Si gjendeni, si punoni, a ka të rinj që janë pjesë e kuzhinës që ju drejtoni? Me ato që punojnë janë mësuar më dhe dihet, edhe unë kam arrit të marr më të mirë atyre. A është kuzhina një organizim hierarkik? Nuk kam shumë, po është, unë nuk kam shumë. Ka kuzhina të tjera dhe uroj që ato të shkojnë. Si s'ka, ai që ka bërë këtë Skofja ka qenë ushtarak. Dhe ai vuri për herë parë brigadat. I vuri si brigada, ai vuri kjo brigadë do të më me pjatën e parë, me dytë, me tretë, kohët është kjo, vinte. Donte ai porosin, bum, ditë komplet. A kemi të lehtë ne shqiptarët të konformohemi të bindemi urdhrave? Në kuzhinë, po. Në kuzhinë. S'kesh bën. Është e vetëm mënyrë. S'kesh bën, do ta bësh se s'bën atë. Tani, shiko, kuzhina projektohet, kuzhina, si them unë, ndërtohet, bëhet pjesa e atresaturës gjitha në funksion të kujt? Funksion të pjatës që do dali. Unë sa futën e kuzhinë kuptoj, them, ky bëga vetëm zgarë kështu në nxirë, fut dhe një pjatë aty. Një sallatë jeshile, një gjys limoni dhe një mish. E lidh ti. Çfarë do limoni me mishën se kuptojni? Kur e hidhja mishën dhe nuk ha e dot. Si hedh limon mishit? Mishi nuk do limon, zotni. Mishi do gjalp, do lëngun e vet, do një produkt të plotë ta plotësoj, do pjesë aromatike, nuk do limon. Por s'çe limon si pas as peshku më nuk mund të hedhësh limon, thjesht limon. Po ta përzjesh një me vaj në ullirë, do ta bësh një krem, do ta bësh një bernes, do ta bësh një holandez. Si mund të hedhësh limon? Kështu që te kuzhina është e përshtatur për uroj që kuzhinat e mëdha që ne të funksionojnë. Tani, kur unë di gjithçka që ndodh në kuzhinën shqiptare. E di se si mendojnë ato shefat. Se kam dhe ndjek edhe këtë jam, por nuk kam konflikt interese, nuk mund të flas. Jo, patjetër. Mund të them thjesht jemi kurioz që një tipar kryesor që është i rëndësishëm është kjo. Ka këto 10 vjet të fundit që është zhventuar figura e shefit. Është ndarë nga figura e pronarit. Unë jam shef dhe pronar bashk. I kam të dyar fati im. Sepse pronari dhe shefi nuk shkojnë. Pronari thotë dali këtu, dëgjoj çfarë thotë ky dhe bëj. Vishti ke mund të kërkosh një gjë që nuk bëhet zonjë. Kjo duhet bëhet, unë jam mbreti. Ku jam mbreti ti? Kjo zona jo këtu. Jam mbreti unë. Kjo zona tjetër. Kujdes këtu. Shko ke pjesa tjetër bëhu mbret. Këtu do bindesh. Kush më dëgjon mua, kënaqet dhe lumturohet. Ti nuk do të kënaqesh, nuk do të lumturohesh, do të thosh jam mbreti. Unë kam shkuar filan vend e kam bërë. Ku i thash nuk ka parë? Tjetër në lokali dashur që është librar që futet këtu po dhe kam bërë mesazh. Atje shko. Atje shko shtash atë mesazh. Unë kam këtë mënyrë tjetër. Unë po të dërgoj që një mënyrë që ti s'e ke ngrënë. Që ha mbreti sot, që ha Macroni, se çunim ka qenë 2 herë në një event që ka shërbyer. Dhe ka qenë nga tavolina kryesore bile ishte koha e kësaj ishte në shkollë dhe kishte maskën këtu. Dhe ke maska kishte shenjën e flakon Dysel, ishte lokali që kishte bërë ai praktikën. Kur e pa shefi atje i tha, po i tha, s'ka qenë flakon Dysel? Po i tha. Hajde me mua të shërbejmë këtë tavolinë. Ne këta bëjnë diferencimet e mirë bëjnë. Tavolina kryesore nuk trajtohen si 500 ftuar. Ka komplet tjetër. Ishte menuja ndoshta nuk ndryshon terma përgjithshëm, por ishte shërbim, ishte vera. Dhe vera ai që ishte sponsor kryesor, që është Metro, që nuk është shërbim të kush. Që është sponsor kryesor, është i prodhuesi më i madh i pajisjeve të restoracionit, e bërë një verë dhura. Dhe në fund fare, presidenti kishte pirë verën dhe kishte lënë gjysmën e gotës. Dhe merr shefi dhe i thot djalit, provojnë çik çka ka pi presidenti. E ktheu çmimin. 5.000. Ka dhe kështu. Normal. Eventet ceremoniale kanë protokoll. Mënyrë si vendosen njerëzit si mas hierarkisë. Mënyrë si shërbesin si mas hierarkisë. Mënyrë si shton tjetër nga marrin pjatat. Vendosen nga djathtat i marrin. Këto janë protokolle. Ndiqen shumë rigorozitet. Mbaroj. Kështu e kanë dhe hotelet, kështu e kanë dhe gjitha eventet që organizojnë ceremoni. Pra, banketet që bëjnë familjarët, datëlindjet, fejesat, martesat, sidomos fejesat. Fejesa shumë rëndësishme. Jo dasma, se dasma është çik më pas edhe këto zakone që janë fort të estetike. Nuk është fort.
themi atë që nga zhurma, që nga kozjatja, që nga ato që Dorëvitjet që kanë filluar i ambientin. Për shembull, po të marrësh një këngëtare të mirë, se mos t'i futem, mos t'i citoj me emër, thotë do që nga mua janë shumë të mirë. Si të është këngëtare ta bën dhe atë. Ndërsa një muzikë i çik më ashtu. Janë të lidhura se gjitha shisat duhet të jenë. Ke fejesa, unë kam një gjë që është shumë e veçantë. Pse? Fejesa është për herë të parë dy familje rinë përballë. Familja e dhëndrit dhe e nusës. Nga momenti që dy familje për herë të parë rinë përballë, dhe nuk rinë, kemi u takuar në një dhe secili pas do përshëndet do ikin. Jo, do rinë. Do njohin njëri tjetrin. Ti nuk ke nevojë të flasësh fare. Vetëm nga mënyra se si sillesh, se si komportohesh aty, flasin vetë ato gjë. Ndaj ti e do gjë të fokusuar, do gjë të jo me kocka, jo me hala, do gjë pastruar e qërruar, asgjë mesi, po kjo mesi. Pas ngjirin gjë mes atje, asnjë se merr. Kështu merr çik ti, do thosh. Nuk ka marrë që të ndaj ato të mesit me ty. Ka marrë që ndaj idetë, që ndaj mendimet, që ndaj themi që ndjehem i lumtur që u takuam bashkë, të ndjehem i lumtur për këtë që po ndodh. Dakor? Që fejesën kështu e trajtojmë, kemi vite që trajtojmë kështu dhe kemi pas sukses. Aq më tepër që kush është feju ke mu, kush ka bërë propozim për herë të parë ty ke mu, kush martu ke mu, mirë ka shku. Kjo është fantastike, po tjetër çelës të suksesit në gjithë sa keni vite. Keni vite dhe e shoh edhe angazhimin tuaj edhe në aspekt komunikimit dhe prandaj jeni një personazh shumë interesant dhe në pikpamje të predispozitës për të qenë në media, për të folur, për të qenë në programe televizive. Cili mendoni ky kombinimi i gjitha këtyre dimensioneve apo si të thuash rezistenca për të qenë cilësor dhe për të mos futur ndikime që ndoshta të tjerët janë. Si mendoni se? Fillojmë nga fundi. Kjo që thoni ju është shumë vërtet. Përkushtimi im aty, njerëzit janë bindur që unë jam aty dhe besimi që kanë pasur ata me mua, ata kanë pa me kë kanë të bëjnë. Kur kanë ardhur njerëja mundu që t'i kënaqet të rivin, kjo është. Tani, po të vi një djalë me këta moshës djalit tim, vi këtu, kam përshtypjen që mund më edhe mos ketë. Ne kulturalisht kemi disa gjëra që kemi vështirë të. Nësa i shkon atje dhe ndryshon për njerë. Ai si plastelina, merr formën e edukimit atje që ka. Dhe fut edhe ato elemente vet, po të shikosh ti që unë kam ndjek në të gjitha detajet, edhe kur ka qenë në studime, edhe kur ka qenë në stazh, edhe kur ka qenë në kontratë pune, e shikoj që do njeriu jep nga vetja. Jep nga vetja për të përmirësuar gjë. Edhe nga mënyra si vepron, dhe nga koha, sepse është shumë e rëndësishme koha. Dhe menaxhimi i kohës, gjetja e momentit, çfarë? Koha që ke në dispozicion. Kaq minuta ke, kaq sekonda ke, pjatë do të dalë ngrohtë. Dhe unë ta nxjerr pjatën ngrohtë, unë ndjek durët e mia ta nxjerr pjatën ngrohtë, dhe ti e le aty dhe bën mohabet me shoqin dhe vazhdon. Pastaj bën menja dhe kthehesh që ka kështu. Kupton çka kulturë kanë të huajt të gjithë. Sa vjen pjata e lën bisedën. M'fal, edhe provojmë pjatën. Jemi këtu tani. Është pjatë do të jetë vakët. Ka disa pjata që duhet për 15 sekonda duhet provuar, duhet dali. Janë ca probleme që kulturalisht ne i kemi çik me traditë, kemi vështirë t'i kthejmë, por prap kthehemi. Unë nuk ankohem dot nga mi sepse gjitha këto që po them në një farë mënyrë çik më thjesht, ja bëj të ditur atyre dhe ata më kanë. Jam shumë falënderues për këtë pjesë. Pastaj unë punoj gjatë javës, nuk punoj vetëm kur kam evente. Nuk mund ta mbaj dot të hapur me një kohë të pacaktuar që vjen një njerëz atje, ndoshta ai shef që ka ambientin që nuk ka shumë frekuentim, thotë. Aty i shikon lokalet jashtë si e kanë ndarë drekën nga ndarë. Kanë dhe pauzën që më shërbej vetëm parë dhe pastaj vazhdon prapë. Ato i punojnë kuzhinë njerëz janë, do të ikin dhe ata, kanë jetën e tyre, kanë familjen e tyre. Si mund të mbashti? Një tjetër rrit deri në 2 natës, e më rrit thotë s'ka problem. Pronari thotë rrit aty. Dhe ti aty. Ditë javë nuk është po ta njoh. Po në një ditë fundjavë është tjetër. Ose në një event, po ta njoh po. Po ditë. Në orarin e kemi. Klienti që ne është mbret, nuk ka klientin mbret. Ta gjet mbretërinë vet ku doj. Ajo s'është mbretëria atje dhe pikë. Ai është atje për zbatuar rregullat që ka vendi, për shijuar ato që ka vendi, sepse ata kanë një japin më të mirë. Dhe qëllimi është i mbartur në si themon, është një
nuk është vetëm një mision që ti transmeton më të mirë, po ti ke qëllim që atë të arrijë afro. Duke futur në psikologjinë atij që ai të jetë ndjehet mirë të vi. Si mendon ti që unë nuk i bëj gjitha ato gjërat që ti prap më kthesh, do të më ndryshosh rregullat e asaj që kam vendosur aty? Është një çik kjo po. Shef Gëzim Musliaka, faleminderit shumë për këtë bisedë. Unë vetë e shijova, shpresoj shumë që edhe audienca që do na dëgjojë ta shijojë. Është shumë shpresdhënëse që ne si shoqëri kemi kthyer me kujdes syt tek ushqimi që konsumojmë, te mënyra se si e përgatisim atë, si e përzjedhim restorantin, si përzjedhim një ushqim të mirë, si përzjedhim dorën e një shefi të mirë. Kështu që shpresoj që ta kenë shijuar dhe nuk e di si u ndjet ju, u ndjet plotësisht mirë në këtë bisedë, apo ju ngeli ndonjë merak i vogël për t'u thënë, për t'u shtuar. Unë ndjeva shumë mirë. Dhe kjo mbyllje që bëre, kjo është vërtet. Falenderoj shumë, më le që unë i them mendimet e mia. Faleminderit. Do kemi rast edhe në kohë, edhe sipas kohës që do keni që ta përsërisim sërish bisedën, pse jo? Mbase do vijë ai momenti që do të bëhet ajo antologjia që ju përmendët. Dhe do të kemi mundësi me shpresë që do të vijë ai moment, do kemi mundësi të flasim sërish për të. Çfarë do të flasë për gastronomi, diçka kemi lënë pa përmendur. Se folëm përgjithësi për gjëra që janë gjëra problematika të përditshmërisë. Faleminderit. Faleminderit shumë.